Në një kohë kur shumë kush mendon se ëndrat kanë një afat skadence, një burr nga Devolli Juglindor i Shqipërisë dëshmon të kundërtën. Destan Dangëllia, sot pranë të 80-tave, vazhdon të jetë një student. Jo, nuk është në një simbolik, është një fakt i gjallë. Në vitin 2018, në moshën 72 vjeçare, ai përfundoi studimet e larta. Edhe këtë vit, në Universitetin e Kamzës, pritet të mbrojë diplomën në inxhinieri. Një histori që duket e pabesueshme në sipërfaqe, por që mbart thellë brenda saj vullnetin, sakrificën dhe dëshirën për dije, në një jetë që nuk ka qenë as pak e lehtë. Destani nuk është thjesht një student në moshë të thyer, ai është një dëshmitar i historisë së Shqipërisë, një njeri që ka kaluar në përferin e burgjeve të diktaturës dhe që sot rrëfen me zë të qetë kalvarin e vuajtjeve të jetuara në Spaç, një nga burgjet më famkeqe të regjimit komunist. Unë vi nga Menkulasi i Devollit. Mua me burgun e Spaçit dhe me të gjithë burgjet të Shqipërisë më lidh vojtja, gjaku, sakrificat, plagët që së mbyllën asnjëherë. Këtu ka bërë burgun simboli unikal në botë Sami Selim Dangëllia, kushëriri babait tim. Dhe emri Sami është vazhdimësia e frashardhinjve Sami Frashit, se jemi sërnipa të Mehmet Pashait, nipit Abdyl Frashit. Kjo ka qenë, dhe ky emër dhe kjo origjinë në hapi të lashe të mëdhenj, jo familjes time po dhe të gjithë fisit të Dangëllive, ku janë tetë të përshkatuar, të dënuar me burgime të mëdhaja. Baba im, Demir Dangëllia, në vitin 50 u arrestua dhe shkoi në Zori Krom në Bulqizë. Mamaja ishte mësuese e hoqen me 4 fëmijë të vegjël, 2, 4, 6, 8 dhe vjerën, dhe mori parament dhe lëron të arën mësuese që u ka dhënë shkrim e këndim grave të fshat. Do të vazhdojmë me Sami Dangëllin, se për atë kam erdhur më shumë. Sami Dangëllia ishte nga fshati Menkulas. Ishte një fëmijë i talentuar i jashtëzakonshëm. Peri e quanin Sami Dangëllin në atë periudhë. Gjithnjësisht më kanë treguar babaj dhe njerëzit dhe bashkëbojtësit Sami Dangëllisë. Atë e arrestuan në tetor të vitit 1944 dhe gjithë jetë e dënuan me burgin të përjetshëm, u ridur, dënuan disa herë me nga 25 vite burg dhe në fund jetën e mbylli këtu në Spaç. Shtresa e persekutuar, trashëgimtare e ishte burgosurve. Detyrimisht, para 90-s janë trajtuar keq, mbas 90-s me lojën të madhe të Katovicës, të ideuar nga Rami Salia. Disa i këputën, i nani bënë copa, disa i joshën, u dhanë diçka, ndërsa familja tonë nuk ka përfituar një lekë të vetme, nuk kemi punuar njëherë në punë shteti, dhe unë, Destan Dangëllia, kam mbaruar gjimnazin në mënyrë të shkëlqyer, kam bërë pas ushtrie një shkollë pikture, diplomën më të mirë, ndërsa 2004-2005 u regjistrova në universitet dhe si vjet mendoj të mbroj diplomën në moshën 80 vjeçare, pa marrë njerë në rrogë shteti, pa dhënë mësim njerë as në klasë pare, pa u dhënë as një herë në i punë, me porosi të lënë nga zyrtar Ramizi. Në një aktivitet të zhvilluar pikërisht në grykën e Spaçit, Destani ishte i pranishëm, jo vetëm për të përkujtuar të kaluarën, por edhe për të dhënë një dëshmi të gjallë se njeriu nuk thyet lehtë kur mban gjallë kujtesën dhe vullnetin për të jetuar me dinjitet. Destani rrjedh nga një familje me rrënjë të thella patriotike, pasardhës i të njëjtës krahin që i dha kombit Frashëllind dhe figura të tjera të rëndësishme. Rrëfimet e tij për të parët janë të thjeshta, por plot dinjitet dhe krenari. Më kanë burgosur trupin, por nuk më kanë burgosur mendjen, thot ai, dhe kjo fjali është ndoshta thelbi i jetës së tij. Në një shoqëri ku diploma ndonjëherë bëhet mjet për karrierë të shpejtë, ai vjen si një shembull ndryshe i një njeriu që studion për vete, për respekt ndaj dijes, për idealet që dikur u ndushkuan, por që nuk u shuan kur.
Destani nuk ndalet, sepse për të, mosha është vetëm një numër, por kujtesa, historia dhe dia i janë përjetësi.